Përshëndetje shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se njëherë duhet konstituar kuvendi më pas të flitet për formimin e qeverisë. Njëherë kuvendi pastaj qeveria u shpreh Kurti në një prononcim pasi vendosi ngur themelin e projektit banimit të përballueshëm dhe social në Istok. Nesër do të jetë seanca e 9 për konstituimin e kuvendit. Një ditë para seancës së 9 për konstituimin e kuvendit, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Halil Thaçi për Radio Televizionin 21 ka thënë se nuk është alternativ ndrrimi i emrit kandidates Albulena Haxhiu për kryeparlamentare. Ai ka thënë se partitë e ish opozitës duhet ta votojnë Albulena Haxhiu. Burim Zariqi sjell hollësi nga biseda me Thaçin. Është hera e 9 ne si Lëvizje Vetëvendosje që po morëm pjesë në seancat e kuvendit për ta zgjedhur kryeparlamentar. Sigurisht që ata që i kanë votat pro, sigurisht që nuk janë bllokues, por bllokuesit janë ata që i kanë votat kundër. Pra, gjithmonë po na thuhet se ne po e bllokojmë, por më të vërtet bllokuesit janë ata që nuk po duan zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ne si Lëvizje Vetëvendosje e kemi dhënë kandidatin për emrin për kryeparlamentar, prandaj edhe presim nga partitë opozitare që mos të vazhdojnë me këtë kuvend. Nuk mendoj që është alternativ ndrrimi i emrit të kandidatit. Kandidati është zgjedhur nga subjekti jon, Lëvizja Vetëvendosje, pra që jemi grupi më i madh parlamentar. Mirë po pres reflektimin e kolegëve tonë nga opozita që ta votojnë kryeparlamentarin, emrin tonë të propozuar dhe të vazhdojnë tutje. Është skenar zgjedhjet, mund të jetë si skenari i fundit apo po e mendoni këtë opsion? Sigurisht që ne si Lëvizje Vetëvendosje jemi të gatshëm gjithmonë për zgjedhje, mirë po kishte me qenë mirë që të krijohen institucionet dhe të mos shkojmë zgjedhje. Për arsye se që tashmë i tatën zgjedhjet, ishin zgjedhjet dhe sigurisht që do të duhej deputet nga opozita të reflektojnë dhe të hecim tutje, ta zhbllokojmë këtë ngërës që tashmë e ka katuar krijimin e institucioneve. Dhe kur mendoni se do të zvarritet kësaj? Unë në fakt po ju bëj thirrje deputetëve nga opozita që ta votojnë kandidatin tonë dhe që nesër të zhbllokohet ky ngërsh dhe të vazhdojnë tutje me krijimin e institucioneve. Sa i përket nesh, që nga seanca e dytë ne vetë se e kishim emrin për kryeparlamentar dhe sigurisht që tashmë çdo gjë kishte marrë fund. Edhe krijimi i qeverisë edhe kuptohet krijimi i institucioneve të kuvendit. Dje në një intervistë për media e tha edhe ministri Kurran Murati që mbase edhe mund ta bëjmë një marrëveshje me opozitën që të shkojmë si pako, të votojmë nën kryetarët e kuvendit dhe kryetarën e kuvendit. Unë pres që nesër të votojnë edhe opozita dhe mos të ndodhë edhe një ngërsh i ri pas formimit pas emërimit të kryetarit kuvendit. Se nëse opozita nuk na e voton kryetarin e kuvendit, atëherë sigurisht edhe ne nuk do t'i votojmë në kryetarët e kuvendit. Kështu që mirë kish me qenë që nesër të hyhet si pako, edhe nën kryetarët edhe kryetarja e kuvendit dhe të vazhdojnë tutje. Kosova edhe këtë vit duket se i ka humbur gjasat për antarësim në Këshill të Evropës. Kjo pasi që aplikacioni saj për antarësim në këtë organizat nuk është përfshirë në draft agendën e publikuar të Komitetit të Ministrave të KIS, i cili do të mblidhet më 13 dhe 14 maj. Sipas ish diplomatit Avni Arifi, me këtë qeveri nuk jemi në agendën europiane. Edhe Besar Gërgi thot se mos përfshirjen e Kosovës në agendën e Komitetit të Ministrave kanë
diktuar, politika e gabuar ndaj aleatëve, mos trajtimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, si dhe mos formimi i institucioneve të reja. Po duket qartë që në çdo fushë është duke pësu. Ne jem vendi vetëm Ballkanin Perëndimor që në 4 vitet e fundit kemi ngjecje. Kemi ngjecje në gjitha proceset. Kemi ngjecje në zhvillim ekonomik, kemi ngjecje në integrim në agendën evropiane. Tash në kushte normale, po dështonte një qeveri të mos antarësohi Kosova në Këshill të Evropës si dashtë me ndërheqje këtij qeveria. Kurse ne tash e kemi aso situate që po dohen me çdo kusht me bo qeveri ata që na kanë prunë këtë gjendje, që as nuk jemi në agjendë, as nuk pritet që ne do të antarësohemi as në Këshill të Evropës e as në për organizata tjera. Nuk është vetëm pasojë e institucionit, është krejtësisht është pasojë e një politike të gabueshme ndaj aleatëve, ndaj vendeve aleate të Kosovës. Diplomacia e Kosovës është në një kom të thellë. Ne nuk ekzistojmë, në terma diplomatike, ne nuk ekzistojmë fare. Ne kemi shumë armiq, hapësina jonë faktikisht ditë më shumë po nxjinet, lobimi i vendeve armike është shumë i madh, kurse ne jemi të përfshirë në një debat se ato të bëhet albolena kryeparlamentare apo jo. Tashmë dihet se takimi i arshëm i ministrave të Këshillit të Evropës do të mbahet në 13 dhe 14 maj. Agenda është publike dhe në të nuk përfshihet Kosova fatkeqësisht. Kjo ka ndodhur për arsye se pikë së pare nuk është trajtuar çështja e asociacionit dhe këtu nuk është fjala vetëm për dërgimit të statutit të saj në gjykatën kushtetuese, por në një mënyrë të gjetjes së një përgjigje ndaj pyetjes që vjen nga perëndimi se çfarë do të bëni me asociacionin. Dhe në radhë të dytë, çfarë na ka penalizuar shumë keq është se nuk kemi një qeveri as kuvend funksional me mandat të plotë. Prandaj kemi ardhur deri te kjo pikë se Kosova nuk do të diskutohet fare në agjendën e Këshillit të Ministrave. Kjo tregon mos seriozitet, tregon papjekuri politike që partitë parlamentare nuk janë në gjendje që të bëhen bashkë të themelojnë kuvendin dhe të themelojnë institucionet që do ta drejtojnë vendin në një kohë kaq të rëndësishëm në të cilën jetojmë, duke mos hyrë fare luftrave dhe gjërave tjera të cilët po kalojmë, por vetëm për hir të shtyrjes përpara së proceseve integruese të Kosovës, do duhet të kishte një lloj mirëkuptimi dhe marrëveshje mes partive. Mungesa e tyre tregon një papjekuri të madhe politike. Tashmë mund të shpresojmë në ndonjë surprizë të përpjekjeve nga presidenti Osmani, duke qenë se me kushtetut ajo është udhëheqësja e politikës së jashtme dhe është tashmë mbase politikania e vetme e zgjedhur që ka mandat të plotë, mbase një mundësi shumë e ulët, por do të mund të vinim deri aty, por në qoftë se nuk ndodh ajo, atëherë ne duhet të presim majin e vitit të ardhshëm, por në çfarë gjendje do të jetë Këshilli i Evropës në vitin e ardhshëm nuk e dim. Siç e dim tashmë po përflitet për negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë ose së paku për një armë pushim. Pra ekziston mundësia se në qoftë se do të kishte një armë pushim, atëherë Rusia mund të ripranojë në Këshillin e Evropës, gjë që gati do ta pamundësonte antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Mos formimi i institucioneve të reja në Kosovë dhe 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, po ja humb vendit agjendën e integrimeve europiane, thonë njohësit politik. Sipas tyre ngërçi në kuvendi i pamundëson vendit marrjen e këstit të parë prej 61 milion eurosh nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo situatë në kuvend, sipas profesorit të integrimeve europiane Dritro Arifi, po tregon pa aftësinë për të gjetur një marrëveshje dhe për të themeluar institucionet e reja. Pamundësia e themelimit të institucioneve të reja në Kosovë, si dhe polarizimi i tejskajshëm i partive politike e dëmton imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, thot analisti Arnor Sadiku. Në maj bën 3 muaj që janë mbajtur zgjedhjet, ndërsa që 3 muaj që ka ardhur në pushtet presidenti Trump në Shtëpi të Bardhë, ndryshoi ato thuajse totalisht politika dhe ekonomia globale, e ne nuk kemi gjendje një parlament me konstituu. Kjo tregon gjithçka për aftësitë tona politike dhe intelektuale dhe manovruese në një
ambient të ri. Çdo vonesë e tutje, pra e kuvendit dhe e qeverisë, sepse dhe qeveria është me rëndësi me u bë shpejt jo vetëm kuvendi, kjo vendin në një farë mënyrë e humb nga agenda e integrimeve evropiane. Pavarësisht që Kosova e ka dorëzu në Komisionin Evropian agendën për reforma evropiane, ne në fakt nuk e kemi kalu marrëveshjen për kredi në mes të Kosovës dhe BE-s, gjë që e cila duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës, që nuk është ratifikuar dhe kjo ne vetëm në start jemi humbës. Pra jemi humbës të reformave ku Kosovës parafërsisht ju kanë premtuar diku rreth 1 miliard euro, pra disa me kredi të buta, disa janë falas. Natyrisht që do të humben shumë fonde pasi që ju e patë këto fonde që ishin ndara nga BE-ja, vetëm Kosova dhe Serbia nuk përfituan për shkak të qeverisjeve tyne pa konsolidume, atje sepse kishte anarki në Serbi, kurse Kosovë ka një farë lloj anarkie në parlament, po jo në rrugë, ku gjitha partitë domon shtyhen për një numër, për dy numra. Çdo vanesë, çdo ditë ose çdo minutë i humbur që vanohet mos krijimi institucioneve, është domethënë i shkon imazhit forcimit të Serbisë dhe dëmtimi i shtetit Kosovës, madje ata kanë filluar vetëm një fushat kundër Kosovës që po thonë Kosova s'ka qeveri, s'ka institucione dhe si më thonë po e përdorin për treguar se Kosova nuk është një shtet i pjekur dhe nuk mund ndërtojnë qeveri, ani pse Kosova në aspektin e funksionimit demokratik si sistem funksionon shumë më mirë se sa Serbia. Sot në parkingun e administratës së QKUK-s është dëmtuar vetura private ushtruesit të detyrës së drejtorit të QKUK-s Osman Hajdari. Dëmtimi ka ndodhur në rrethana ende të panjohura në kohën kur po bëheshin përgatitjet për fillimin e mbledhjes së rregullt të bordit drejtues të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Policia e Kosovës ka filluar hetimet për të sqaruar rrethanat e këtij rasti. Dëmbëdhjetë komunave të Kosovës që kanë treguar performancë të lartë në fushën e energjisë do të ndahen këtë vit 7.7 milion, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, në kuadër të konferencës për grantin e performancës komunale. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Ivo Orav, konstatoi se grantet e performancës komunale përmirësojnë qeverisjen në nivelin lokal. Mendoj se këto është mundësia për të theksuar pse Bashkimi Evropian ka investuar në këtë nismë, sepse grantet e performancës komunale dëshmojnë se përmirësojnë qeverisjen në nivel lokal, ato shtrihen për te investimeve kapitale në nivelin komunal. Bashkimi Evropian bashkë me Zvicrën dhe Suedin thekson rëndësinë e trajtimit të drejtë të gjitha komunave, të gjitha fondet të mundësuara nga donatorët apo përmes rialokimeve të buxhetit kombëtar, duhet të transferohen drejt për drejt te komunat. Në këtë mënyrë komunat mund të menaxhojnë burimet në përputhje me prioritetet e tyre lokale dhe procedurat e brendshme. Ndërkaq, drejtori për Evropën Lindore në Helvias, Matjas Her, tha se forcimi i qeverisjes lokale është thelbësor për të ardhmen evropiane të Kosovës. Importantly, strengthening local governance is not just a domestic priority. Është e rëndësishme që forcimi i qeverisjes lokale të jetë jo vetëm një prioritet i brendshëm, por gjithashtu thelbësor për të ardhmen evropiane të Kosovës. Komuna të forta, transparente dhe të përgjithshme janë çelësi për përmbushjen e shumë kërkesave të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Përparimi në nivel lokal është përparim për Kosovën, si një tërësi në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sot gjithashtu kërkojmë respekt nga qeveria e Kosovës, që të mbetet e vendosur në angazhimin e saj për fuqizimin e komunave dhe të vazhdoj të ndërtojnë mbi një partneritet të provuar. Komunat përfituese të këtij granti janë Dragashi, Drenasi, Istogu, Juniku, Kaçaniku, Klina, Lipjani, Mamusha, Mitrovica e Jugut, Parteshi, Prizreni dhe Suhareka. Rreth 60% e komunave nuk e kanë bërë hapjen e plotë të dhënave të tyre dhe është shqetësuese mungesa e publikimit të borxhit, si dhe mungesa e të dhënave për të hyrat vetanake të komunave, tha sot Instituti Demokratik i Kosovës në publikimin e të gjeturave të raportit Transparometri Komunal 2024.
Në një konferencë për media, Besnik Ramadani nga KDI tha se të gjeturat kryesore të këtij hulumtimi janë mungesa e njoftimeve publike për lansimin e webfaqeve të reja, si dhe mungesa e një strukturimi unik dhe të standardizuar të informatave në webfaqe të komunave. Të gjeturat kryesore gjatë këtij hulumtimi kanë qenë fillimisht ka qenë mjaft shqetësuese dhe do të adresojmë dhe do të avokojmë për ato, ka qenë mungesa e njoftimeve publike për lansimin e webfaqeve të reja. Mungon një strukturim unik dhe i standardizuar i informatave në webfaqet të komunave. Pastaj, rreth 90% komunave nuk ofrojnë qasje të plotë me dokumentet publike në gjuhë zyrtare. Afër 60% e komunave nuk kanë bërë hapjen e plotë të dhënave të tyre. Ndërkaq, ndër rekomandimet të Institutit Demokratik të Kosovës për komunat janë që të njoftohen qytetarët për adresën zyrtare, si dhe të organizohen dhe publikohen dokumentet sipas seksioneve përkatëse. Për komunat do të kërkojmë që të njoftohen qytetarët për adresën zyrtare, domenin e webfaqeve të reja të komunave, të organizohen dhe publikohen dokumentet sipas seksioneve përkatëse, pra të jetë më e lehtë për qytetarët që të qasën dhe të marrin informacion dhe shërbime, të emërtohen dokumentet publike sipas përmbajtjes, sepse rekomandimi për Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit do të kërkojmë dhe do të lobojmë që të sigurohet transferimi të gjitha dhënave, pra të bëhet migrimi i dhënave, procesi i transferimit edhe i arkivit të gjitha informatave në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase. Selvije Kurti nga KDI tha se përmes këtij raporti dhe diskutimeve synohet të theksohet rëndësia e rritjes së transparencës nga funksionimi i webfaqeve komunale tek publikimi i dokumenteve. Transparenca nuk është vetëm një parim i domosdoshëm i demokracisë funksionale, por edhe një obligim kushtetues dhe ligjor i institucioneve publike ndaj qytetarëve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet përkatëse garantojnë të drejtën e secilit qytetar pas një dallim për të pasur qasje në dokumente publike dhe për të marrë pjesë aktivisht në proceset e vendimarrjes. Prandaj, transparenca nuk është çështje e vullnetit politik, nuk është çështje e vullnetit të lirë, por është një detyrim ligjor dhe një formë llogaridhënie për mënyrën se si po menaxhohen burimet publike. Në këtë raport, ndër të tjera, thuhet se rreth 32% e komunave nuk e kanë një linjë telefonike direkte pa pagesë për qytetarët, një instrument që do të lehtësonte qasjen dhe kostën e qytetarëve ndaj komunave për shërbimet e tyre. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, Sindikata e punëtorëve të sektorit privat do të mbaj protest nga ora 10, ku do të kërkohen kushte më të mira për punëtorët. Edhe Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka planifikuar protest për në orën 12 me kërkesën për rritje page. Ndërkaq këtë 1 maj nuk do të protestojë Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Gjendja e punëtorëve në sektorin privat çdo vit po përkeqësohet, thot Jusuf Azemi, i cili është kryetari i Sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Kemi një marrëveshje kolektive e panënshkruar më shumë se 7 vitesh, e cila është alfa dhe omega për punëtorët e sektorit privat të Kosovës. Kërkojmë që paga minimale të jetë 600 euro, jo sigur ajo 350 euro që e ka proklamuar qeveria e Kosovës. Kushtet më të mira për punëtorët e sektorit privat, sepse nëse nuk ndërmarrëmi diçka, realisht ne shumë kompani dhe kanë filluar të mbyllen dhe shumë kompani janë duke ndier rrezikun nga mos pasja e punëtorëve adekuat kualifikuar. Ndër të tjera, i konsideron se gjendja e punëtorëve në sektorin privat është e trisht dhe mezi po arrin të mbjetojnë. Për të festuar, sigurisht ka për të festuar vetëm qeveritarët dhe parlamentarët, sepse po e shihni që një pagë tonë ata po e marrin për 10 minuta, domthonë po e flasin në Drenas merr 200 euro, kurse një deputet i Parlamentit të Kosovës shkon 2 minuta dhe merr 200 euro, domthonë kjo është ajo. Përndryshe ne nuk kemi asnjë arsye, sepse pozita e punëtorëve faktikisht në vitin 2024 na ka nikë 1.260.000 punëtorë. Të banë me dije që kjo gjendje është jashtëzakonisht shumë e trisht. Me pagat që i kemi ne nuk mund të mbjetojmë, është normal që me pagat që i kemi ne shumë të ri nuk kanë mundësi të krijojnë familje, nuk kanë mundësi të kenë një shtëpi të vetën dhe synimet gjithherë kërkohen ikja nga ky vend. Sindikata e punëtorëve të sektorit privat i ka ftuar të gjithë udhëheqësit sindikal të Prishtinës që t'i bashkohen protestës që do të fillojë nesër nga ora 10 nga sheshi Zair Pajaziti në drejtim të objektit të qeverisë së Kosovës.
Protestë tjetër ka paralajmëruar Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës, ku kryetari Nexhat Lumnica thotë se kjo është kërkesë e gjithë punëtorëve. Arsyeja e protestës është ngritja e çmimit të energjisë elektrike dhe gjitha produkteve varëse që janë në zinxhir, pra është një inflacion në tërësi që ne e konsiderojmë dhe për këtë arsye ne duhet të kërkojmë ngritje të pagave për arsye se niveli i shportës e konsumatorit të ngritet dhe veç ka filluar mu ngrit dhe faktikisht ne kemi të drejtën për arsye se ne prodhojmë energjinë elektrike, ndërsa dikush tjetër përfiton për kësaj energjie, e që besa Korporata Energjetike e Kosovës e ka çmimin e njëjtë që 6 vite, kurse për korporatën KEDS, në këtë rast KEDS Kesko, është ngritur çmimi, pra na po punojmë për milionat e tyre dhe ne po pretendojmë të punojmë për veten, për një pagë dinjitetshme, e jo për një pagë për mbijetesë, po për jetë. Por këtë 1 maj nuk do të protestoj Sindikata e Bashkuar e Arsimit, me që, siç thot nënkryetaria Vjolca Shala, nuk kanë kujt i bëjnë protestë. Kosova ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme më 9 shkurt, por ende nuk është arritur të bëhet konstituimi i kuvendit, që më pas do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë. Ne si zbashki kemi shumë arsye që edhe këtë vit me 1 maj të dalim në protest, por për arsye se nuk është bërë themelim me institucioneve të Republikës së Kosovës, ne këtë vit nuk do dalim dhe të protestojmë, nga se edhe nuk kemi kujt i bëjmë protest. Nuk është bërë as themelimi i Kuvendit të Kosovës e as i qeverive përkatëse, qeverisë dhe njëjtën kohë as Ministrisë së Arsimit. Andaj edhe për këtë arsye ne urojmë që sa më përpara të bëhet themelimi i institucioneve dhe t'i paraqesim shumë kërkesa dhe ankesa që i kemi ndaj qeverisë dhe përkatësisht nga Ministrisë së Arsimit. Gjatë këtij viti, si pasojë e aktivitetit në punë, kanë humbur jetën 4 punëtorë, ka bërtoditur zëvendës kryeinspektori i punës Agim Millaku. Sipas tij, këtë vit janë realizuar mbi 2700 inspektime. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.